Mirë se vini në episodin 23 podcastit Majtas, një hapësirë diskutimi politikash dhe mbi gjitha politikat majta publike. Sot kam nderin të kem të ftuar zonjën Etilda Gjona, e cila është kandidate për deputete në listën e Tiranës në Partinë Socialiste, por gjithashtu dhe një karrierë të gjatë profesionale, ish ministre e drejtësisë, ish zëvendës ministre e drejtësisë, pjesë e organizatave ndërkombëtare me vite dhe tashmë le të themi në një deputete kuvendit për më tepër zonjën Gjonaj dhe tashmë përsëri në kandidim në listën e hapur Tiranës. Unë do doja ta nisja në fakt nga backgroundi juaj, nga lidhja juaj me pjesën e drejtësisë, do doja ta nisja gjithashtu me përvojën tuaj për sa i përket reformës në drejtësi dhe pasi drejtësia shpesh lidhet me emrin tënd, pra keni qenë në një kohë ministri i drejtësisë, në një kohë kyçe edhe për reformën në drejtësi, por do doja dini më tepër çfarë do thotë drejtësi efektive sot dhe sidomos për të rinjt. Çfarë efekti ka drejtësia? Faleminderit mirë shumë për ftesën. Është shumë kënaqësi. Edhe më duket sikur kjo është hera e parë që unë bëj një intervistë me kufje. Podcast e quajmë tash. Po gjë e drejtë, është intervistë me kufje. Po nuk më le ta mbaroja të podcast. Dhe shumë interesante në fakt dhe ju uroj shumë suksese në këtë projekt të ri, sepse është jo vetëm interesant për faktin që ndiqet nga të rinjt, por e dyta edhe lidhet me pjesën ideologjike që do duhet të kenë të rinjt sot, të cilët në base tentojnë të mos merren me politikë, por do duhet merren politik se, si thot kryeministri Edi Rama, pastaj merret politika me ty. Dhe për më tepër që kemi nevojë për të rinj që edhe të fillojnë të ta ndjejnë në ideologji Partinë Socialiste si parti e majtë, po nga ana tjetër edhe për t'u angazhuar më shumë, sepse duhet që të rinjt të jenë të përfaqësuar dhe mbase nesër edhe siç bëjnë disa parti si motra në Gjermani, për shembull SPD-ja, ka një përqindje të caktuar të rinjve që janë deputetë dhe ata kanë një lob shumë të fuqishëm brenda grupit parlamentar të SPD-s. Dola pak nga pyetja. Jo, është e rëndësishme. Për t'u kthyer tek pjesa e pyetjes. Në fakt, kur flasim për drejtësi efektive, apo drejtësi funksionale, apo drejtësi eficiente, padyshim nuk flasim për një term abstrakt, por flasim për një proces që duhet t'i japi qytetarëve, t'i japi çdo njeriu një drejtësi të aksesueshme dhe një drejtësi të shpejtë. Shpeshherë themi po, ja ku është ligji, është e mundur që një qytetar të shkojë të ketë mundësinë edhe të ankimoj apo depozitoj një kërkesë në gjykat, qoftë civile, qoftë administrative, çfarë do qofshin, por kur vjen puna e një vendimarrje, ajo që të konsiderohet sistemi i drejtësisë që të konsiderohet eficient, do duhet që kjo vendimarrje të jetë e drejtë dhe e shpejtë në kohë. Se në fundit siç është ajo shprehja, drejtësi e vonuar është drejtësi e mohuar. Dhe ky është synimi i asaj që në fakt duam ta bëjmë drejtësinë eficiente. Jo vetëm me strukturë të re të arkitekturës të institucioneve drejtësisë, në makro po. Por nga ana tjetër apo një kuadër të ri ligjor, por në zbatueshmërinë e saj, në praktik, çfarë qytetarët kanë dhe marrin nga sistemi i drejtësisë. Siç është aksesi, ashtu edhe është dhe eficienca. Por shumë i rëndësishëm është dhe termi asaj çfarë do duhet qytetarët të kenë, që është barazia përpara ligjit. Ku gjithë qytetarët me mundësi financiare, pa mundësi financiare të kenë mundësinë të trajtohen të barabartë nga gjykata, me qëllim që të mos kërkojnë apo të mos ju duhet qytetarëve të paguajnë për një vendim të drejtë apo për korrupsion, atë të cilën në fakt me reformën drejtësi ne kemi ngritur jo vetëm me mekanizmat e vettingut për të pastruar sistemin e drejtësisë nga gjyqtarët dhe prokurorët korruptuar, por dhe mekanizma të qëndrueshëm të cilët kontrollojnë dhe do duhet kontrollojnë në praktik të gjitha vendimarrjet që nuk i japin mundësinë qytetarëve të jenë barabartë përpara ligjit. Pra një term shumë i gjerë se sa thjesht ai elementi i parë që bie në sy në momentin e drejtësisë.
Jo, në fakt gjithëpërfshirja është një kauzë e majtë në vetvete, pasi le të themi drejtësia, siç e përmendët edhe ju, duhet të jetë e barabartë me gjithë, por duhet të krijojë edhe këto instrumente që të jetë e shpejtë, të efektive dhe eficiente në njëjtën kohë. Megjithatë, ju keni qenë dhe një nga preponentët, le të themi, shtytëset më të mëdha të paketës kundër dhunës digjitale dhe pikërisht ndaj grave dhe vajzave në parlament. Pra një paketë që synon, le të themi, të kontribuojë konkretisht në le të themi ndaljen ose luftimin e luftës e gjuhës urrëties, e cila fatkeqësisht në shoqërinë tonë është gjuhë agresive online. Pra unë kam vënë re dhe vetë që në portale ose në le të themi në rrjetet sociale ka një gjuhë urrëtie e cila është statistikisht pak më e lartë në Shqipëri se në vendet e tjera. Çfarë konsiston kjo paketë dhe si do të le të themi si do të mundohet të parandalojë ose ndalojë le të themi këtë fenomen negativ në shoqërinë tonë? Faleminderit shumë që e bëre si pyetje, sepse pak kuptohet kur flasim me mbrojtjen e dhunës ndaj grave. Meqense unë jam dhe në pozicionin e raporteres përgjithshme për dhunën ndaj grave të Këshillit të Evropës, kur ti thua këtë titull i cili ka një mandat në fakt, gjithë mendojnë që është për dhunën fizike. Në fakt dalim përtej dhe dhuna është shumë dimensionale, veçanërisht ndaj vajzave dhe grave. Dhe një ndër elementët, siç ju e përmendët, më impaktus dhe edhe në kohë të gjatë është pikërisht dhuna digjitale. Dhe dhuna digjitale është shumë komplekse pasi miksohet edhe me dhunën psikologjike që ka një efekt shumë të dëmshëm, jo vetëm thjesht tek vajzat apo gratë, por te gjithë shoqëria. Ne sot kemi një kuadër ligjor pothuajse të paplotësuar në këtë aspekt që t'i japi një mbrojtje grave, jo vetëm atyre që kanë një jetë publike në politik apo një jetë aktive publike, por të gjitha vajzave dhe grave ku ne për fat keq kemi patur raste të cilat kanë përfunduar me pasoja shumë të rënda për jetën. Dhe gratë të cilat apo vajzat të cilat të gjendura në kushte të rënda psikologjike nga një dhunë digjitale apo dhunë kibernetike kanë arritur të marrin masa ekstreme. Fatkeqësisht. Dhe në këtë rast, i gjithë ky kuadër ligjor që unë fakt e kam iniciuar dhe e diskutuar këtë për të marrë praktikën më të mirë si atyre të vendeve europiane, por edhe standardet ndërkombëtare, e kam iniciuar duke përfshirë shumë ekspertë shqiptar edhe ndërkombëtar, po njëkohësisht edhe gratë deputete që janë pjesë të aleancës së grave deputete, me qëllim që të jetë sa më gjithëpërfshirëse. Kjo paketë është momentin e finalizimit, me qëllim që kur të kthehemi përsëri në parlament në fund të majit apo në gjatë muajit qershor, do të finalizohet për të miratuar, me qëllim që të plotësohen të gjitha boshllëqet e kuadrit ligjor dhe për t'i dhënë një mbrojtje grave, jo vetëm thjesht në aspektin penal, sepse jemi mësuar që themi sa dënime, a kemi një dënim penal, a i kemi dënimet e ashpra, dhe gjën e parë që bëjmë si ligjvënës është ta ashpërsojmë dënimin. Në fakt nuk është kjo. Gjithmonë fillon me parandalimin dhe pastaj me efektet mbrojtëse që vijnë nga legjislacioni civil administrativ edhe kodi penal. Dua ndalem pak, meqense më lidh edhe me pjesën e themi të përtej barazisë gjinore, por është dhe pjesa e pjesëmarrjes grave në politik. Ne e dimë që Shqipëria ka një nga le të themi kabinetet të përfaqësuara nga gra përqindje më të lartë, le të themi, nga më të mëdha mos gabojmë në botë, ose është top 5 në Evropë. Por në nivelet të ulta të qeverisjes, domethënë është diskutimi a janë vërtet të përfaqësuara përtej nivelit kabinetit qeveritar. Domethënë si mund ndikoj, si mendoni, si e shihni këtë gjendje domethënë të politikës shqiptare sot? Fakti është arritjet që kemi patur me numrin e grave të cilat janë jo vetëm në qeveri, por edhe në kuvend. Në këtë legjislaturë kemi pasur rreth 37% gra deputete, pra 50 deputete, të përkthyera në shifra, që është një numër i konsiderueshëm dhe i lartë edhe në krahasim me vendet e tjera të Bashkimit Evropian. Por dhe shpeshherë kjo përkthehet edhe me faktin që pse duhet kuota gjinore, jo se gratë janë më pak cilësore se sa burrat, por për të garantuar atë numër që për gratë është më e vështirë për të përballuar terrenin që për burrat në politik mbase është më e lehtë. Flasim për terrene maskiliste, të bësh politik, të jesh grua dhe të bësh politik është shumë e vështirë. Nuk është absolutisht e thjeshtë, që nga dhuna digjitale që e përmendëm pak më parë, që nga pjesa e propagandës të negative që përdoret ndaj grave në politik,
Por e gjithë pjesa e kuotave gjinore, i gjithë pjesa e përfaqësimit në kabinetin qeveritar me më shumë gra, në fakt ka qenë një merit e kryetarit tonë partisë, kryeministrit Edi Rama, i cili i ka dhënë dorën vajzave grave për të qenë për këto pozicione të larta. Dhe shpeshherë thuhet po mirë, gratë nuk janë numra. Patjetër gratë nuk janë numra. Por përfaqësimi më i lartë bën mundësinë që argumenti, forca që gratë kanë për të përfaqësuar në parlament, për të ngritur kauza, për të trajtuar çështje që dalin përtej pjesës politikës mbase të asaj që konsiderohet politika e madhe, të trajtojnë çështje të cilat apo kauza të cilat prekin dhe familjen, prekin edhe fëmijët, prekin dhe gratë e tjera në mbrojtje të drejtave të tyre. Dhe prandaj them që politika është më e mirë dhe e besoj fort të gjën, që politika është më e mirë kur ka më shumë gra që të përfaqësojnë atë. Jo patjetër, domethënë edhe fushata paksa ai sa kanë vënë re, domethënë e ka dhe këtë komponentin e gruas dhe normalisht mbështetjes ndaj gruas në Partinë Socialiste, kështu që patjetër edhe un jam një mbrojtës, le të themi, kuotave gjinore, pasi përtej këtyre mekanizmave ligjor duhet të ketë një farë mirëinformimi ose një farë luftimi ndaj këtyre le të themi mekanizmave jo ligjor, pra si shtatju maskilizmi, diskriminimi, të cilat nuk janë stereotipet më tepër që duhen luftuar. Doja të kaloja pak tashmë tek rinia, e tek pjesa e një, le të themi, fenomeni që ka prekur jo vetëm Shqipërinë, rajonin, Evropën mbar botën, do thotë që është emigrimi. Dhe emigrimi normalisht ndodh rreth vendeve të cilat janë në zhvillim, si Shqipëria drejt vendeve të zhvilluara, për faktorë të ndryshëm. Ka faktor shtytës dhe ka faktor tërheqës, ndoshta për një jetë më të mirë jashtë. Por doja ta lidhja në fakt si e shikoni ju pjesën e emigrimit, sidomos të rinjve sot, dhe pse duhet një ri të qëndrojë në Shqipëri sot? Pra cilat janë disa politikat konkrete që mendoni se e bëjnë më të jetueshëm për të rinjt sot vendin? Padyshim është komplekse dhe kuptoj që edhe arsyen e të rinjve që duan ose kanë dëshirë, shprehin dëshirë për të larguar. Janë disa në fakt arsye apo janë disa faktorë ku një i ri i para do që të shkollohet jashtë, arsimohet jashtë. Dhe është fare normal. E rëndësishme për ne që është që edhe si ligjvënës, por edhe si shtetas shqiptar, edhe si njerëz që kontribuojmë në këtë shoqëri, është që pikërisht këta të rinj të kthehen dhe të kontribuojnë, të ndërtojnë në Shqipëri dhe të japin të gjitha ato kapacitete që kanë fituar. Know-how, po. Dhe unë besoj që është momenti dhe në Shqipëri është arritur që me gjithë pjesën e qëndrueshmërisë së politikave, të mundësive të punësimit që ju janë dhënë të rinjve, të mundësive të arsimimit më të mirë dhe alternative të ndryshme të arsimimit, këta të rinjt të qëndrojnë në Shqipëri dhe të qëndrojnë këtu për të kontribuar dhe e njëkohësisht edhe për të ndërtuar apo edhe për të ndikuar qoftë në politikat që zhvillon një qeveri. Kur bëhet fjalë për të rinj të cilët duan të largohen, ashtu siç thash, qoftë edhe për të arsimuar jashtë. Është pikërisht kjo pasaporta europiane si simboli i arritjes standardeve dhe gjithë të drejtave dhe lirive që një shtetas europian ka. Dhe kjo është arsyeja pse edhe në moton e fushatës son aspekti kryesor është pikërisht simbolika e një pasaporte europiane për çdo të ri dhe për çdo shtetas shqiptar. Sepse në këtë mënyrë një shtetas shqiptar, një i ri, mundet të kryej këtu arsimin dhe të shkojë të marrë një eksperiencë pune në vende të tjera europiane, pa dashur të bëj konvertime diplomash ose tarifat e larta. Apo tarifat e larta. E njëjta situatë është për ata të cilët kanë një licencë profesionale, nuk ka nevojë ta konvertojnë atë për të kryer një veprimtari tjetër apo për të marrë disa licenca ekstra. Dhe kjo do t'japi mundësinë fakt më shumë të rinjve në një sistem tërësisht të ri, të ndërtuar mbi bazën padyshim të strategjive që janë ndërtuar deri tani, po të japi një sistem të ri të qëndrueshëm dhe të barabartë me të gjithë vendet e tjera europiane. Sepse në fundit çfarë është Shqipëria në 2030 si antari i Bashkimit Evropian? Është një antar, është një shtet
që arrin standardet ekonomike, standardet e shtetës së drejtës, standardet e pjesës të gjithë arsimit apo shëndetësisë dhe çdo aspekt tjetër që lidh jetën njerëzore me vendet njësoj si vendet tjera europiane. Pra, kjo është e gjithë qëllimi. Mua më pëlqeu në fakt sepse ju e shihni edhe në këndin dhe në fakt një nga kish kuptime më dhaja është që nuk është thjesht pasaporta si mjet qëndrimi pra për të emigruar, ndonse mund shkoni me tarifa, por është dhe garancia që këtu do kesh të njëjtat standarde, pasi në gjithë le themi negocimin me BE-n do të detyrohesh të aplikosh ato akin, ato legjislacionin që do e bëj le themi ose investimet që do të vinë nga BE-ja, do e bëj Shqipërinë shumë afër Europës dhe në terma të standardeve. Kështu që është dhe një iniciativë për të qëndruar dhe për të kontribuar këtu politikisht siç e thatë. Të kalojmë tani do e lidh me BE-n normalisht, jeni edhe njohëse e mirë le të themi e Bashkimit Evropian, jo vetëm nga ana ligjore, kështu që Shqipëria tashmë është në një fazë intensive të negociatave me BE dhe pritet që për 3 vite, pra siç ka deklaruar dhe komisionerja Marta Kos për zgjerimin, Shqipëria të arrijë të mbylli negociatat. Sinqerisht, realisht, sa e mundur është kjo, më them në terma praktik nga Bashkimi Evropian? Ashtu siç e thatë ju, mua më është dashur edhe të merrem me procesin teknik të integrimit të Shqipërisë në Bashkimin Evropian. Që shpeshherë është e vështirë që ta përkthesh edhe në terma më të thjeshtësuar për qytetarët, për të rinj, për të kuptuar çfarë interesi, çfarë rëndësie ka i gjithë ky proces. Sepse themi integrimi i Shqipërisë në Bashkimin Evropian, tregojmë pasaportën si simbolin e të gjithë të drejtë dhe lirive, por në fakt nuk kuptojmë ose qytetarët nuk kuptojnë qartësisht se çfarë të mirë është, por mbas edhe çfarë vështirësisht do kenë nesër duke qenë antar i Bashkimit Evropian. Drejt është pak abstrakt. Dhe mund të duket si abstrakte, por ajo çfarë ne do duhet bëjmë më mirë është të komunikojmë me të rinjt dhe të komunikojmë me qytetarët. Okay. Gjatë detyrës sime edhe si nënkryetar e Komisionit Çështje Europiane, kam kryer një sër bisedash me studentë të universiteteve të ndryshme edhe jashtë Tiranës, me qëllim që t'ju japim një ndjeshmëri dhe një informacion të qartë që çfarë është procesi teknik i antarësimit të Shqipërisë në Bashkimin Evropian. E para, çfarë është procesi screening, pra vlerësimit të legjislacionit, çfarë do të thotë pjesa e negociatave, kur çfarë po bën Shqipëria sot dhe cilat do të jenë ato vështirësi në gjithë të proces kompleks që dhe ne do të hasim dhe cilat do të jenë përfitimet. Ne sot jemi në mes të procesit të negociatave dhe kushdo që thotë që ky është një proces abstrakt, është një proces i cili mund mos realizohet, gjithë rrugtimi që ne kemi nisur tashmë, se nuk është një rrugtim që ne themi do ta nisim në të ardhmen. Jo, ne jemi në mes të rrugës së mbylljes negociatave. Janë çelur 3 grup kapitujt shumë të rëndësishëm dhe shumë të vështirë. Presim të çelen dhe 3 të tjerë shumë shpejt. Me qëllim që në fund 2025-s deri në fund 2025-s hapja e negociatave për këto 6 grup kapitujt, pra për të 6 grup kapitujt, do të sjellë mundësinë që Shqipëria, qeveria shqiptare, të bëj gati të gjithë kuadrin ligjor dhe institucional që të jemi të përgatitur që në 2030-ën e gjithë infrastruktura ligjore, institucionale, pjesa incentiva financiare të jetë gati që Shqipëria të ketë mundur jo vetëm të arrijë standardet, por dhe një element shumë i rëndësishëm është që tregu i brendshëm shqiptar të përpuset dhe të ulat të diferencën me tregun e përbashkët europian, se do të jemi një treg që do të konkurrojmë në tregun europian. Dhe si do të bëhet kjo kur niveli apo konvergjenca e thëndryshe është shumë e lartë krahasimisht, jo vetëm e Shqipërisë, po i gjithë rajonit. Dhe në momentin që ne mbyllim negociatat në 2027-ën, pavarësisht se do të ketë shumë punë dhe shumë sfida përpara. Procesi politik pastaj. Nuk është vetëm procesi politik, por ajo çfarë shumë e rëndësishme është edhe procesi i përgatitjes. Përgatitjes vetëm në mendësi, sepse ne po të shikojmë barometrin e Komisionit Evropian, shqiptarët janë me shifra mbi 94% dhe që duan bëhen më shumë, jemi më lart se Kosova. E vërtetë është. Pra, gjithë kjo dëshirë për të qenë një vend i Bashkimit Evropian, do duhet tashmë që të përgatiten edhe ata që janë në industri të ndryshme në Shqipëri dhe ata që janë investitor, ku pjesa e ekonomisë, bujqësisë, infrastruktura, tregu i brendshëm në tërësinë e vet, konkurrueshmëria, janë kapitujt më të vështirë në praktik,
Kur ne themi që grup kapitulli I parë që është shteti I së drejtës apo Themeloret. themeloret, hapet I pari dhe Kapitulli I mbyllet kapitujve e cilësojnë. Eksakt. Hapet I pari dhe mbyllet I fundit, ne na dha një dorë të jashtëzakonshme përgatitja jon më herët me reformën drejtësi. Po. Se tani do duhet kishin filluar reformën drejtësi në këtë proces. Po Partia Socialiste ka qenë kaq mendja hapur dhe kaq vizionare që e ka bërë këtë, e ka përgatitur këtë që në 2014-ën me programin elektoral të zgjedhjeve 2013-s dhe e vijoi gjithë pjesën e mbështetjes. Prandaj them që ka shumë sfida, por nuk është absolutisht e pamundur. Procesi teknik unë mendoj që është meritokratik, ashtu siç dhe procesi politik, pra po referoj kryeministrin kur thotë që yjesia është në favorin ton, hajde ta përdorim këtë yjesi. Dhe kur jam në takime me qytetar, banor të njësisë ku unë drejtoj politikisht, Njësia 7, ju them shpesh herë që gjithë duhet të kontribuojmë për antarësimin e Shqipërisë në Bashkimin Evropian. Dhe më thonë po si, me votën tuaj 11 maj, sepse do duhet jo thjesht këtë votë ta jepni Partisë Socialiste, por do duhet t'ja japim këtë votë vazhdimit dhe qëndrueshmërisë të gjithë reformave që Partia Socialiste ka ndërmarrë. Dhe unë besoj që vota 11 maj të çdo qytetari është kontributi më I madh që I bëhet procesit të integrimit evropian të Shqipërisë. Duhet kaloj pak tek le themi profili juaj si politikane, pasi në 2025-ën mendimin tim klima politike, e folëm dhe më përpara, është e polarizuar, është pak agresive, mjedisi, le themi mediatik, pra incentivizohet kjo pjesa e zhurmës më tepër. Ndërsa ju mendoj jeni në një farë kontrasti, jeni politikane që keni dominuar me argument, me etik, pra le themi nuk keni bërtitur, nuk është e spektaklit. Si mund ta fitoni garën në këtë mjedis të tillë? Shpytje që më lind. Shumë interesant do të jetë edhe vërtet do duhet pyesja edhe të rinjt. Cili është politikani që duan të shikojnë me zhurmë, pa etik, duke shar, apo të kenë një politikan apo një model, sepse patjetër si unë ka shumë kolegë të tjerë brenda Partisë Socialiste, ku zgjedhin me forcën e argumentit, dhe unë këtë kam tentuar gjatë tyre 8 viteve të mia në politik. Jo se kam vepruar ndryshe kur kam qenë në shoqëri civile dhe në institucionet pavarura, që ta fitoj betejën që kam pasur përpara në të kauzat apo në atë që I kam konsideruar gjithmonë si çështjet kryesore për cilën unë kam punuar, ti fitoj me punë, me argumenta dhe pa bërë zhurmë apo në politik pa përdorur retorika boshe. E thën këtë, padyshim ka vështirësi, sepse shpeshherë edhe në politikën tonë, për fat keq, edhe kur shikojmë një seancë plenare, na mbyt gjithë kjo bashkohem me ju. Zhurma e një retorike boshe, herfyese, që më është dashur edhe të them që për mua ka qenë edhe e papranueshme që ndodhen seancë plenare kur thyerjet caktuara janë adresuar. Por padyshim unë besoj që edhe të rinjt dhe çdo qytetar mundet të zgjedh dhe duhet të zgjedh, më shumë ata politikanë që me punën e tyre tentojnë të lënë gjurmë në atë që bëjnë. Sepse në fundit unë nuk jam dhe nuk po kandidoj dhe në këto zgjedhje si kandidate për deputete thjesht për të qenë pjesë e deputetëve. Unë besoj që po kandidoj në këto zgjedhje për të vazhduar kontributin tim në politik. Dhe nëse secili nga ne në kauzat që ka për të lënë, do të lërë gjurmë në një proces, në një kauzë që ndjek, besoj që është gjë më e mirë. Fakt, edhe përsa I përket kësaj klimës politike, vetë Alistair Campbell, ish këshilltari I Tony Blairit, flet për botën e 3P-ve, pra jemi polarizim, populizëm dhe post-truth fatkeqësisht, e cila është jo vetëm në kontinentin tonë, por është edhe përtej oqeanit. Kështu që është atë themi një politike showmanshipit me pak fjalë. Tani do kalojmë në një seksion ku jam pyetje pak më të shpejta, po mund të merrni kohën tuaj këtu. Unë doja nisja në fakt me këtë figurën politike që ju ka frymëzuar juve në pjesën politike, kombëtare, ndërkombëtare, nuk e di.
Nëse keni ndonjë shembull konkret. Një ndër, në fakt, kam pasur që herët, e kam dashur gjithmonë drejtsinë, e kam dashur gjithmonë profesionin tim. Dhe për hir vërtetës që kur kam qenë në vitet e fundit të fakultetit, nuk kam dashur asnjëherë të bëjmë as gjyqtare dhe as prokurore. Okej. Por kam dashur të merrem dhe të mbroj të drejtat e njerëzit. Dhe ato rrugë tim ndoshta. Dhe kam tentuar që edhe në këto 20 e pak vjet karrierë në çdo pozicion që kam qenë, të jem një mbrojtje e të drejtave të njerëzit, dhe padyshim duke qenë politik më ka dhënë mundësi më shumë se pushteti në fundit është një mjet i mirë për atë që ti e do si kauzë që të realizosh. Dhe një ndër dhe shpeshherë kategoritë e njerëzve që unë frymëzohem janë në fushën e drejtësisë. Dhe mund të thosha që Ruth Ginsburg, që ka qenë gjyqtare supreme në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ka trajtuar dhe ka mbrojtur fort dhe të drejtat e grave dhe prandaj e dua fort si figurë, sepse i ka të dyja. Thoshte që çfarëdo që të zgjidhni që të bëni, e rëndësishme është të lini gjurmën tuaj. Dhe duhet të mendoni dhe duhet të dëshironi që kur të largoheni nga kjo botë do duhet të jetë më e mirë për ata që vinë nesër. Dhe unë besoj dhe kam parë gjithmonë politikën si një mision timin për të ndërtuar një të ardhme më të mirë për brezat që vinë dhe për të gjithë ata të rinj që përfshihen në politikë. Unë vjen mirë që shikoni politikën si mision ose si profesion, dhe shpresoj që shumë kandidat për deputet në këto lista kenë të njëjtën pasion ose ta shikojnë të paktën si mision politikën. Nëse do ktheheshit pas në kohë, do kishte një reformë ose nuk e di, ndonjë listë caktuar që do ta bëni, diçka që do ta bëni ndryshe? Kur mendon shumë thuash do duhet kisha bërë shumë gjëra ndryshe. E vërtetë është. Por në pjesën e reformave, edhe tek reforma në drejtësi, që për mua është një ndër krye reformat dhe që e dua fort për shumë arsye, për të faktit të kontributit, faktit që i duhet Shqipërisë, mendoj që edhe aty do të doja të kisha bërë diçka ndryshe, veçanërisht në atë aspekt që lidhet me aksesin dhe eficiencën, aksesin qytetarëve në drejtësi dhe eficiencën më të mirë të sistemit të drejtësisë. Okay. Ku jo gjithmonë lidhet me kuadrin ligjor, por lidhet edhe me zbatueshmërinë apo me pjesën e sistemeve që nuk duhet lënë vullnetit institucional apo vullnetit të një drejtuesi. Okej. 3 fjalë që do donit të kujtonin pas kësaj fushate. Unë besoj e para do të ishte forcë. Okej. E dyta qëndrueshmëri dhe e treta integritet. Okej. Qartë. Çfarë do i thoni një triu, një vajzë të re, ndoshta që po mendon sot të hyjë në politikë, por është skeptike ndaj politikës. Edhe në fakt duhet ta pranojmë, skepticiteti i trimit ndaj politikës në nivel global është në rritje, pra, që është pak e vështirë nxiten. Unë e fillova që në krye të kësaj interviste, në fakt nevojën për të angazhuar sa më shumë të rinj. Po. Dhe nëse ka një moment ku të rinjt do duhet të angazhohen, është pikërisht tani. Sepse jam e bindur që ky është momenti historik i Shqipërisë, edhe në kuadër të procesit të asaj çfarë ne duam dhe aspirojmë për Bashkimin Evropian. Dhe nëse ka një gjë më të mirë që të rinjt mund bëjnë, është jo vetëm përfshirja e tyre në politikë, pavarësisht sfidave, vështirësive, e veçanërisht për vajzat dhe gratë, por unë do doja që të kishte më shumë vajza dhe gra në politikë. Dhe besoj që është më mirë të jenë të përfshirë dhe ta ndërtojnë vetë gjën, se sa thjesht ta shohin dhe ta ankohen për efektet që politika sjell. Për ta përmbyllur, çfarë do të ndihmonte të fitonit këtë garë? Unë besoj që, siç e thash edhe në gjithë të pjesën e intervistës, sepse ashtu e mendoj. Unë këtu nuk jam edhe në këtë garë, nuk jam, apo në këto palëzgjedhje, nuk jam thjesht për të qenë një ndër deputetët në parlament. Okay. Unë dua të vazhdoj kontributin tim, siç e kam dhënë dhe mbase më fort, edhe për të rinjt, edhe për gratë, edhe për reformat që në fakt kanë ndërtuar sisteme të qëndrueshme dhe që i kanë sjell Shqipërisë dhe që do t'i sjellin në Shqipërisë një të ardhme më të mirë. Zonja Gjone, shumë faleminderit që ishim në Majtas edhe që ndat eksperiencën tuaj. Shumë faleminderit.
Faleminderit edhe nga ana juaj edhe shumë sukses. E uroj që të kemi përsëri intervista të tilla shumë interesante. Faleminderit, shumë faleminderit.